Në këto zgjedhje lokale hyet me frikën që në komunat urbane do të vendosin maqedonët se kush do të jetë kryetar. Që është gabim për mua, s'duhet të vendosin, pa çka se unë jam viktima e një fenomeni të tillë. Edhe politike. Po kjo është e vërtetë, se ikim dot. Duhet përballemi me të në mënyrë që pastaj të nisim dhe mos si përsërisim gabimet. Një dëm i madh është që në këtë betejën që kemi brenda për brenda nesh, ne lejojmë që në një farforme për zgjedhjen ta bëjmë ato të cilët na pamundsojnë që ne të realizojmë barabartësinë tonë në shtet. Në një farforme na joshin me pushtetin që të heqim dorë nga shumë vlera tjera dhe ideale tjera. Ky është mallkimi që ne na ndjek edhe në zgjedhje parlamentare, edhe kur krijohen qeveritë, por që do na ndjek akoma më tepër në qoftë se e vazhdojmë këtë precedentin, ku nuk vendos populli se kush do t'i përfaqësojë në qeveri, po vendos mandatari nga pala maqedone që ka marrë mandatin për të bërë qeveri.